Një javë më parë ju treguam historinë e ish bashkëshortëve Leonard Marku nga Vau Idejes dhe Giovanna Peci nga Bushati. Histori e cila nisi në vitin 2020 dhe sot ka përfunduar në divorc, por duke lënë pas shumë viktima. Kemi rreth orës 2:01 të natës. Jam zgjuar të nesër me rreth orës 7 të mëngjesit. Unë kam qenë zgjuar dhe doja të bëja një dush për të dalë me taku dajën e Giovannës. Arsyeja e këtij takimi ishte vendimi që Leonardi kishte marrë për t'u ndarë nga 26 vjeçarja, sepse sipas tij, në 4 vjet ishte pa mundër që ajo nuk shkaktonte çdo ditë problematika nga më të ndryshme. I sjellshëm ushqimet, i hidhte gjitha në koshprehur. Kur blesha xherat për Kiarën, merrte shumë nga xherat i vendoste sipër që të mos i merrte Kiarën. Kiara është vajza e madhe e Leonardit, ardhur në jetë nga një martesë më parshme e 42 vjeçarit, e cila gjithashtu përfundoi në divorc. Për 11 vjeçaren është kujdesur ai gjithnjë, me smundit dhe vështirësive të emigrimit, ndaj sjellja jo e durë e njerëkës Karshi Voglushes bëri që Leonardi të marrë vendimin për ndarje. Veprim që çdo kush ka të drejtë ta ndërmarrë, por që në këtë rast 42 vjeçari do i kushtonte shtrenjtë. Në banesën time kanë qenë 7 policë. Kur kam shkuar në komisariat, nuk e kam ditë se pse jam aty. Atje më thonë të ka denoncuar bashkëshortja. Kanë bërë raportin policia, më kanë futur në izolim. 3 ditë më pas, gjykata e Shkodrës i caktoi masën arrest në shtëpi, ndërsa më 17 nëntor 2025 vendosi ta dënoi me 2 vite e 6 muaj burg për dhunë psikologjike të përsëritur ndër vite, bazuar në akt ekspertimin e psikologes Migena Haxhi dhe psikiatrit Gjon Preçi, të cilët dolën në konkluzione se e reja nuk ka probleme madhore të shëndetit mendor, por se çdo ngarkesë ka për shkak të jetesës në çift me Leonardin. Dhe ky vendim u mor nga gjyqtarja Elona Mërtiri, me vetëm 6 muaj më pak se kërkesa e prokurores Albulena Kuliçi. Pavarësisht se akuzat për dhunë fizike ranë të gjitha, sepse asgjë nuk u provua. Dhe a e dini pse nuk u provuan? Sepse pavarësisht provave të palës mbrojtëse për të vërtetuar të kundërtën, fotove që Giovanna administroi me pretendimin se faktonin dhunë, por realisht nuk tregonin se kujt i përkisnin, kjo e fundit i dha një dorë të mirë gjykatës me deklarimet e saj jo vetëm kontradiktore, por tërësisht mohuese me pretendimet e para. Atë ditë më ke dhënë me fjalë, nuk është puna si më ke ra. Giovanna deklaroi para OPG-s më 12 gusht se Leonardi nuk e dërgonte asnjëherë në spital, por dosja që 42 vjeçari shfleton mban 10 dokumente që faktojnë të kundërtën. Edhe vetë reja në seancë gjyqësore u detyrua të pranojë realitetin. Me ne me fëmijët, a ke shku për ti? Më ke qutëm ne më tonë rrugën. Të ka dhënuar ndonjëherë në sy të shokëve? Ju kujtohet akuza për prerjen e balukeve nga Leonardi që Giovanna pretendonte? Lok, ti kam pra vetë. Kjo ka recituar me domel gusht. Mirë, po pas 8 muajsh e ka harruar recitimin, edhe pastaj ka thënë vërtet. Kush gënjen në këtë histori? Siç edhe premtuam episodin e parë, ne do të mundohemi ta sqarojmë hapasapi, sepse çdo fakt apo pretendim e kemi të dokumentuar. Dhe natyrisht do ta publikojmë. 2 janë arsyet kryesore të bërtitura me zë të lartë nga familja Marku, jo vetëm në momentin e arrestimit dhe hetimit, por edhe më herët. E para, sipas tyre, Giovanna ka probleme të shëndetit mendor. Mund të jetë personi me probleme të shëndetit mendor, mund të ketë një perceptim të gabuar të rrethanave dhe këtë e përcakton dhe akti i ekspertimit. Por gjykata dhe prokuroria është e detyruar të marrë prova dhe fakte të tjera pavarësisht nga dëshmia e personit. Se dëshmia e personit edhe po mos ketë probleme të shëndetit mendor, mund të jepet për arsye dhe interesa të ndryshme dhe mund të fusë në qorë sokak dhe prokurorinë dhe gjykatën duke dënuar një person që mund të mos e ketë kryer veprën penale. E dyta, familja e saj mund ta pranonte ndarjen vetëm nëse blihej një shtëpi për Giovannën, pasi ata nuk e donin në banesë bashkë me fëmijët. Është çdo gjë e sajuar nga Giovanna në bashkëpunim me familjen e saj për përfitime ekonomike, e kanë thënë seancë gjyqësore vetë. Përpara se t'ju tregojmë dëshmi tronditëse lidhur me personalitetin e Giovannës, përpjekjet e 42 vjeçarit për ta dërguar në familje dhe insistimin e palëve për të vijuar këtë martesë me probleme, deri tek pretendimet për përfitime dhe inskelim situatash, ju bëj me dije se policia dhe prokuroria ka vepruar në mënyrë skandaloze lidhur me qasje ndaj vajzës së madhe të Leonardit dhe administrimin e provave, duke mos u thelluar në fakte për të zbuluar të vërtetën, e kështu duke lejuar disa persona të nëpërkëmbin drejtësinë shqiptare. Kiara qëndroi për minuta të tëra në dhomën e OPG-s duke u marrë në pyetje në prezencë të psikologes, por në dokumentin e policisë janë shkruar vetëm 2 rreshta, ku bie në sy akuza e saj për dhunë të ushtruar nga Giovanna me vrasës e mizash dhe me shpulla. Përpara trupës gjykuese, prokurori Albulena Kuliçi e konsideroi këtë deklaratë 11 vjeçares të manipuluar nga babai i saj, duke cituar psikologen Winifreda Gazulli, e cila është shprehur se ndikimi që babai ka në jetën e saj ka fuqi orientuese dhe manipuluese të marrëdhënies së Kiarës me të tjerët.
shkurt. Besojmë psikologja ka punuar fort dhe është munduar shumë për të dalë në këtë përfundim, apo jo? Fatkeqësisht jo, sepse psikologja ka cituar Gjovanën, e cila u ripyet pas akuzave të Kiarës dhe deklaroi se vajza është e manipuluar nga babai dhe këto fjalë ekspertja i ktheu në konkluzionet të sajat. Ishte pikërisht ky përfundimi i cunguar i psikologes Gazodi që bëri që prokuroria të mos marrë në konsiderat dhunën e denoncuar të Kiarës nga Njerka. Duke qenë se kemi një akt psikologjik për të miturën që është manipuluar nga ana e tjatit, janë marrë me rezerva pasi nuk ka pasur prova të tjera që mbështesin deklarimet e të miturës. Por nëse vajza 11 vjeçare gënjen e manipuluar nga babai, le të dëgjojmë pak se çfarë ka thënë përpara trupit gjykues gjyshja e saj Mrika. Një herë kur vajza e vogël 6 vjeçe ishte duke biseduar me mua, Gjovana erdhi prej dhomës dhe e ka rrahur cucën e Leonardit në dorë teme. Ka marrë vesh që e ka rrahur edhe në Itali vajzën e Leonardit, Kiarën. Vajza më tha, më ka ra me këtë mbytsen e mizave dhe ma ka ba dhëmbin gjak. I kam shku të shtëpia, e kam shku 2 poko karamela, një për Kjoren, një për ata si ishte pa fëmijë. Nuk e dishin sa xheloze se nuk ma dëte cucën. Kur mura me dal Peshneta Kjoren e lash davalin i thash, keni një poko karamela ti Kjoren, një poko mama. Sa mbyllë derën erdhi ajo mas mehet, pastaj kanë vajza të hap karamelat me dorë, mi hangër. Them kjo i thotë, çaj të bëha me vajzë? Ta tregojnë çefin mrapa tisa, kur vion sa mrena. Edhe mu drill vajza me ter komplet, kjo fëmijë ishte e vogël, a? Edhe xhaxhai i Kiarës dëshmoi në gjykat lidhur me sjelljet problematike të Gjovanës në Itali. E pa më lloj dhune të ushtruar në Itali nga ana Panderet Leonard ndaj Gjovanës. Zero. Nga ana tjetër po. Nga ana e Gjovanës ndaj mesës time, ndaj objekteve, ndaj zonave, ndaj seneve shtëpiake, ushqimeve, vesh masi, arrendamenti shtëpiak, ka dhënë zavonë. Sytë pjata, ka sy xhamin e zogjakut, ka prish divanën, ka prish kuzhinën, ne kena rrugë, kena mund tonë atë. Ishte e shkujdesur po thoni? Jo, ajo pa probleme. Çdo gjë ka fal, fillim. Derisa ka kryer dhunë në Kiarë. Aty me sa duket, raporti është thyer përfundimisht mes çiftit. Leonardi thot se prej vitesh ndodhej në vështirësi ekstreme me Gjovanën, duke menduar se kishte në rrezik jetën e fëmijëve të tij, të cilët qëndronin me të, përveç se kishte njoftuar familjarët e tij. Në fund të vitit 2022 ai kishte vënë në dieni edhe familjen Peci përmes mesazheve në WhatsApp, ku njoftonte nënën e Gjovanës se do e sjell në Shqipëri nëse nuk sillet siç duhet, ndërsa Vjera i thoshte: "S'kan punë fëmijët e shtëpia ime, zgjidhini vet punët tuaja." Në mesazhe Leonardi shprehet se nuk ka më punë me vajzën tuaj, ndërsa Vjera i thot, nuk e ban më, do bëj çfarë ti thuash ti. Këto fjali të Vjerës tregojnë qartë që prindrit e Gjovanës jo vetëm që ishin në dieni të problemeve të vajzës së tyre, por këmbgulnin që çifti të mos ndahej. Gjithashtu në mesazhe vërehet se gjua e përdorur nga Leonardi nuk është ajo që pretendon Gjovana para trupës gjykuese. Edhe mamës temi thot ka marrë babën tem telefon e ka shoh gjatë të dekmit, kam ju vranë që osi se pranon një vajzën të shtëpia. Por provat që disponojmë tregojnë të kundërtën e fjalëve të Gjovanës. Më 1 janar 2023, Leonardi shkon në shtëpinë e familjes Peci, ku ja thot hapur të gjitha pakënaqësitë dhe shqetësimet lidhur me Gjovanën, dhe përgjigja që merr nga Vjeri është tronditëse. Vajzën time s'ka shanse me ma bëjt mos atë një gjë. Të jasniva telefonin Shqipëri, mas 2 muj, mas aj, e i bliva tjetër në ka thej si gjërë tjetër. Kjo të të një ditë në akim, pra të sen. Mos ma vjeni ma se bing qeret në gjeri fët. Nuk kam se po tjetër. Kini ma më qënë si ma kini ma. Që po kini po tjetër? Duj pëte. A i ka po, apo nuk kam rejta. Këtë audio regjistrim, Leonardi e depozitoi në polici pas arrestimit, ndërsa i pyetur nga oficeri për fjalët e thëna, agimi i mohoi duke deklaruar se i kishte thënë ti e burri dhe bëj ç'të duash. Gënjeshtër. Pasi Leonardi u largua drejt Italis, babai i tij Gjoni vendos të pleqëroj me krushkun Agim Peci, me shpresën se gjërat do të zgjidheshin. E kam marrë në telefon, ka njerëz për drejt. I thashë gjë, mo urfej me ti, si me të urfej para Zotit. Vajzën tonë thash, nuk e kam ditë se është ngeshkall. E kam rënë djalin tem thash me fjalë, sa s'ja merr me një kuju. Tu menon se mos sa fajtor djalin. Gaza djalin thash vet, bab, kam ta punë shtëpia, kam ta lënë një muaj 2, edhe kemi një vet. Çfarë halli jam atë? Dhe ajo ditë nuk do të vononte të vinte. Kam këtë dhomën e vogël që don. Në lara si shmanë. I them gruas, vjen në repis për çka ka këtu? Pyet Gjovanën thash më tha. E kam thënë Gjovanë, bëhet këtu. Pse vjen kjo këtu parë? Ajo thash bëni zaish, më ka thënë grua, hapja kopakun e fife. Kur e shoh babelinat me nervë mund të fëmijësh, paket punë që bëjnë thash. 20 metra për këtu, ke kofi me dërin atë me shtu atje. Ti s'ka se to, ti çes të re. Ti ke do kohë. Foli sa do, thuj sa do espertëre. Në polici Gjon Marku deklaroi se krushku i ka thënë t'ia dërgoj vajzën te shtëpia dhe 2 litra benzinë dhe ja vendoste ai flakën.
diçka që pohohet edhe nga gruaja e Gjonit, Mrika. Mirë po zoti Agim Peci e ka mohuar këtë gjë duke tjetërsuar fjalët e tij për të disatën herë. Të njëjtën gjë ka bërë edhe zonja Mara në gjykat. Keni thënë ju me gojën tuaj, na sjell vajzën në shtëpi 2 litra benzinë dhe djegën vet. Jo. Ndërsa prindrit e Gjovanës e mohojnë, është vetë ajo që e pohon këtë deklaratë njerëzore. Më ka thënë baba jot bjerë vajzën të shtëpia 2 kg benzinë djegun. Ka thënë. Pas këtyre përplasjeve dhe debateve në të cilat ishin përfshirë edhe familjarët e dy bashkëshortëve, u duk se gjëra do të normalizoheshin. Prindërit kishin folur gjatë me vajzën e tyre dhe pas kthimit në Itali, ajo do të reflektonte. Por fatkeqësisht, gjërat vetëm sa do të përkeqësoheshin. Kam i vajzë, është një 6 vjeçë. Kur më thot vajza eme, "Kush i babin e kjo është?" Thot, "Mo thot, është në telefon thot se në kohë kjo Gjovana internet." Po ti më kjera i thash, "Po çfarë nuk i ka thënë xhaxhit tani?" Thash, "Çfarë problemi ke?" Në atë më shoku filloi të qa vajza në mënyrë absurde. La kishte frikë për i kërcënime se nuk e lete kjo Gjovana për mu fut marrën në shtëpi. Diçka që e konstaton edhe zonja Nuça, një mikeshe Leonardit e cila e ka ndihmuar së tepërmi me Chiarën. Essere sincera, le volte che io portavo anche Chiara a casa, vedevo comunque un cambio di umore della bambina. Il papà era ancora al lavoro, io la portavo lì e c'era questa Giovanna, la bambina diventava un po' triste, ma io non potevo mai immaginare una cosa simile. Io suonavo, delle volte dovevo chiamare Leo per dirgli, gli dici di aprirmi la porta perché non mi apriva nemmeno, non veniva neanche fuori ad aiutare la bambina a portare sullo zaino, nulla. Fino a che era a casa qua con me, giocava con la bambina e tutto. Nel momento in cui io la portavo a casa diventava, insomma, triste. Vajza fillimisht nuk është anku të një familje italiane. Më kanë thënë që vajzën po ta dhunën, edhe nuk është gjë e drejtë se kjo vajzë të dhunohet, sepse vajza ime është ekselente në shkollë. Plus dhunohet i fëmijë nuk është një gjë as pak normale. Vajza vetë që kam bashtu, tha, ka marrëdhënie të më prerë qoftë, se ljesim para disa herë. Si ke kallzu babs luli po. Nuk i kam thënë se mos bëj keq tavle. Që ajo e ka trajtuar vajzën keq po. Edhe i dhake, e të mërkme. Në pamundësi për të qenë pranë saj, me miratimin e babait biologjik dhe hallës kujdestare, e mbi të gjitha në praninë e psikologes, ne zhvilluam një bisedë në distancë me 11 vjeçaren Chiara Marku. Nëse në ndonjë moment për shembull nuk do të flasësh për këtë gjë, thuaj që unë nuk dua të flas për këtë gjë. Ose nëse vjen një moment Chiara që ti dëshiron ta ndërpresim fare intervistën, thuaj që shiko, unë nuk ndihem mirë dhe dua ta ndërpres dhe ne e respektojmë vendimin tënd, dakor? Okej. Në fillim nuk më ndate, nuk më afrote. Për ditë u bate për herë makesh, e sa visha ke shtëpia, më rafte, e ma mill të derë, nuk jefte me orë, nuk vlote të erë, nuk nimote me asistent. Unë nuk detyrosha me një gushtone me gjilin si i plot, se më nimote edhe jo e ka paposte, nuk më dote. Një ditë dhe më ka për shlomin, më ka thi. Po si, me çfarë të ka gjuajtur? Me grushte, me zhona. Nuk ishte mirë, nuk mund t'ja fosha babit se nuk bleta jo. Më fëte fjallë qia, grifë kënëseri e zhana shushtu. I bleta dhe brushte për mur, e prishte shpi. E më shefte zhanat me marë mu, më prishte librat, më shefte. Unë i kam përfan vetë, doju me kip gru, se kjo nuk më trajtën, si kur kam për të trajtu një njëri. I ka lëbu me babin, i ju lipsa me hit me ta. Më shete friken, do historia, do zhana, edhe familjes teme, më fote se nëna jeme ka qenë shtrigi shushtu. Po ti këto gjëra me kë i ke ndarë? Elena i kam kaldu ma shumë se qirë. Elena është një e moshuar që jeton pranë shtëpisë së Leonardit, në banesën e së cilës Chiara gjente paqe, ngrohtësi dhe dashuri, diçka që i mungonte tek Giovanna. Në pamundësi për të folur me të, ne mundëm të kontaktoni me djalin e saj. Leonardo lo conosco credo da più di 10 anni, anche Chiara, perché frequenta la mia famiglia. Io posso giusto raccontare quello che so. Giovanna ha avuto i suoi figli naturali, non trattava bene Chiara. A nuk duhej që gjithë këtë punë që bëm ne, pra marrjen e dëshmive të personave që gjithë këto vite i kanë qëndruar pranë të miturës, ta bënte prokurore Albulena Kuliçi? Ajo bate me njerëva me të tonë, edhe me njerë si kena për pasofer, u kapte me të, për shdo sekund, për shdo gjon. Një dit, ka pa qenë baba jem keq, unë kam qenë ka jo ploka. Baba ka pa një tonë natë në spital. Kur ka marrë këshpia, kjo më fa, prushin babin tanë, shok të vetë, në arkivoj.
Nusja Gjogje dem ka qenë në shtëpi se nuk ka punu. Më ka marrë disa herë në telefon e më ka thënë kjo ora shumë keq. Ta kam gjetë vajzën jashtë ton ditën pa hangër. I kam thënë sa të munesh, dëroja mos merr në telefon se ke fëmijë. Ka për ta fshtu vetëm Zoti. Asun si dërgoshën vllajtem. Se theshëm hajt mos ta ngatroj me gruan. Kam dy konatat e mia, jeton me ta, atë afër. E ka gjetë vajzën jashtë disa herë. Po ti më gazër jashtë Gjovana. I ka dhënë bukë disa herë, vonë ma ka kallzu konata eme se hajt vish pas përzi punë, mos ngatroj punë. Në fakt, të gjithë kështu mendonin, pa kuptuar se pa dashur mund të ishin bërë bashkëpunëtor në dhunimin e një fëmije të mitur. Siç është rasti i djalit të Xhaxhait të Leonardit, i cili e njoftoi për dhunën e Gjovanës ndaj Kiarës, por me shumë dyshje, prej frikës së prishjes së raporteve. Fund korrikut të 2024-shit ishim të bëjmë gati për me shku për pushime në Garzi. E shoh ftuar vajza, ose si kishe flok, ose sa ne saktë e pyeta, "Çka ke më Kiarë?" Thash, "Ta asistent." Kur një gjë si për shoh me bërtit me kur ktheva, të mos di javsh ku i marr vesh për të sigurt mos thëjën shoh Kiarë. Përdesha mi than Lonit, po prap thash, mos flas por ago se thutaj dieti, atë më prish partin me gruan me familjen. Një tjetër dëshmirë qetëse lidhur me raportin e Gjovanës me Kiarën e jep edhe Marina, një tjetër fëmijë e Leonardit në Itali. Una persona molto fredda, io gliel'ho detto a Leo, a me non piace come persona. Chiara mi ha detto che gli ha puntato un coltello, che quando tornava a casa da scuola non la faceva entrare, praticamente Chiara rimaneva fuori finché non arrivava Leo. Giovanna la picchiava, Chiara è spaventata, quando la incontro e così via, quando entro nel discorso lei ha un po' paura, è molto traumatizzata Chiara. Kishim Xhaxhain që jetojmë në të njëjtin oborr. Më thoshte Leonard, Gjovana nuk po sillet mirë. Po dhënon vajzën. Ndaje, pse e mon? Edhe unë përsëri rria në privatësinë time, nuk u shpreh. Deri kur erdhi momenti, nuk pava më një dritë më në fund të tunelit, po vun diskutim jeta vajzës time, edhe aty e dhash fort. S'kam mujt kur mja ka zukrit bab. Se ajo më fute fjallë qia për mu, më fute të baj ma kesh bo mi ka zu. Po kur mendove që është momenti që ti tregosh babaj që çfarë ka ndodhur gjithë këto kohë? Kur s'kam mujt ma, se më ka pagu edhe fiken shof. Më ka ardhur vajza rreth orës 3:30 të natës, duke qarë. Babi tha më nxjerr nga shtëpia se un kam frikë. I thash, "Çfarë ke babi?" Mama donte të theri ty, edhe më ka thënë që unë nëse të tregoj ty, do më presi qafën me thik. Kam dalur me fëmijën tim, kemi një supermarket 24 orësh aty ku jetoj. Kemi qëndruar rreth një orë duke bler, duke bërë thjesht sa për ti humbur atë pjesën e frikës. Jam këtu në banesë, edhe të nesërmen mëngjes i kam thënë ti çdo gjë tënde personale do ta marrësh nga shtëpia ime sepse deri me datën 20 gusht unë e ti do shkojmë në Shqipëri dhe do ndahen. Po në njëjtën ditë kanë kërcënuar familjarët e mi, prindit e Gjovanës, duke marrë telefon duke i thënë se sa të vijë Leonardi në Shqipëri ne ta vrasim çunin.